Lucia! Hanon, a jeni në shtëpi? Si ka mundësi që nuk përgjigjen? Ku kanë shkuar, Val? E që keni këtu, nuk më dëgjuat? Ç'kemi? U ktheve. Çfarë ka ndodhur? Ka rënë tërmet në këtë kuzhinë? Ma sotal, ju tha mendja të gatuani dhe kanë bërë shumë rëmuj. Prit një minut, shipa këtu dhe më thuaj çfarë mendon për këtë drekë të mirë. Si mendon, a duket që e kam përgatitur me shumë dashuri? Pas ke dhënë zemra nga do. Më duket se duhet ta provoj për të thënë se si është. Miqi putrat, nuk është për ty, kjo drekë është vetëm për tarën, zemrën time. Rita shoh? Po, shumë bukur, por nëse më lejon, dua që t'i bëj një magji dashurie. Një magji dashurie, zjarri, drite, marramendje. Dhe kjo na që nga magji dashurie? Nuk duket si magji. Je shumë e sjellshme, tani ka shumë magji. Mendoj se dhe kaq mjafton. Faleminderit. Do të shihemi, mirupafshim. A e dini një gjë, vajza? Kjo është hera parë që unë përgatis drekën për dikë. Shpresoj që Taro ta vlerësoj gestin tim dhe të kuptoj më në fund atë që ndjej për të. Shiko, nuk duhet të shqetësohesh. Kajto si pëlqeu Inja. Jam e sigurt që edhe profesorit tënd do t'i pëlqejnë shumë. Ke shumë të drejti. Shpresoj të jetë vërtet shpreha që burrat dashurojnë përmes stomakut. Sa e bukur dhe ideale do t'ishte ti përgatisja drekën çdo ditë të javës. E di që është shumë e shishme kjo? Burri yt është shumë me fat që të ka për grua ty. Jam e sigurt se një ditë do të më kërkoj dorën dhe unë do t'i hidhem në qafë dhe do t'i përgjigjem po. Sa bukur, me si pres të vijaj qafë. Ej, ndalo, po më vret krahun. Sa imagjinat të shfrenuar që ke dhe ti. Mund të jetë imagjinat të shfrenuar, por e shoh Taron duke ardhur mbi një kal të bardhë dhe më ngjit mbi të e më merr me vete. Hey, vajza! Çfarë keni që u lërini kaq shumë? Zëri juaj dëgjoj që larg.